Fushbolli, dikur një fshat i vështirë për t'u aksesuar, po shndrohet në një destinacion turistik tërheqës fal investimeve në infrastrukturë. Kryetari i Bashkisë Elbasanit, Gledian Llatja, së bashku me deputeten Desantila Tajraj dhe kryetarin e Këshillit Bashkiak Lutfi Lala, inspektuan punimet për shtrimin dhe asfaltimin e rrugës që lidh qendrën e njësisë administrative Shushicë me fshatin Fushbuall, një zonë me potencial të jashtëzakonshëm turistik. Dikur një vend i vështirë për t'u aksesuar, Fushbolli po shndrohet në një pol të zhvillimit turistik, fal investimeve në infrastrukturë. Rruga e re gjatë 7 kilometra tashmë përshkohet për vetëm 12 minuta, një ndryshim i madh krahasuar me vitin 2021, kur kjo distancë kërkonte rreth 50 minuta dhe mjete të larta për të kaluar terrenin e vështirë malor. Fakt, në një nga fshatrat më të humbur të Elbasanit, Fushbulli tashmë është kthyer në një pol zhvillimit të turizmit, ku për shkak të bukurisë natyrore, por edhe të njerëzve të mirë dhe punëtorë, në fakt është kthyer në një destinacion turistik që më parë nuk njihej. Kemi arritur të bëjmë 7 kilometra rrugë nga qendra e Shushicës deri në qafën e Bizës, si themi ne, në rrugën e Fushbullit, dhe është një investim i mirë në fakt që i ka shërbyer jo vetëm banorëve, por edhe ekonomisë lokale të zonës. Investimi ka sjellë një transformim të rëndësishëm, duke e bërë zonën më të aksesueshme jo vetëm për banorët, por edhe për vizitorët që kërkojnë natyrën e paprekur dhe turizmin malor. Fillimisht e parashikuar për të shtruar me zhavor, rruga me asfalt është realizuar me standarde të qëndrueshme, duke i dhënë kështu një vlerë të shtuar zhvillimit të turizmit në këtë zonë malore të Elbasanit.